Ka shumë konsumatorë që nuk paguajnë faturat e ujit, por sidomos institucionet në komunën e Gjakovës dhe komunave që mbulon Kërura Duniqi, po janë borxhrin më të mëdhenj. Por kjo kompani ofron mundësi për pagesa më të lehta të borxheve. Ambistria, institucionet, bizneset cilët i lusim që deri me datën 5 mars të këtij viti të vinë në kompaninë tonë dhe ta bëjnë riprogramimin e borxhit. Institucionet shtetërore nuk përfitojnë nga ligji për faljen e borxheve dhe ata në qoftë se nuk vinë deri në këtë afat kohor, pra që ne kemi caktuar deri me datën 5 mars, atëherë ne jemi të detyruar që t'i dërgojmë ata tek përmbaruesit privat. E ata që ende nuk e kanë shfrytzuar mundësinë që ofron ligji për faljen e borxheve, atë mund ta bëjnë deri më 2 tetor 2016. Të theksojmë se nga ligji për faljen e borxheve nuk përfitojnë institucionet shtetërore, pasi që nuk janë të përfshirë në këtë ligj. Gjithashtu, procesi i shkyqjes nga rrjeti ujësiellsi që ka filluar me datën 4 shkurt 2016 për konsumatorët që kanë borxh mbi 300 euro po vazhdon.